Gjykata e posaçme ka vendosur që dosja e bujshme në ngarkim të ish-drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar Erviz Berberi të kalojë për gjykim në themel bashkë me 22 persona të tjerë të pandehur në këtë çështje. Vendimi u dha pas përfundimit të seancës paraprake, ku Berberi kishte kërkuar gjykim të shkurtuar, por gjyqtari deklaroi se me këtë kërkesë do të vendosë trupa gjykuese gjatë gjykimit. Nga ana tjetër, mbrojtja e Berberit kërkoi rrëzimin e akuzave duke deklaruar se nuk provohen faktet e pretenduara nga prokuroria, si dhe kërkoi që gjykata të vlerësojë nëse hetimet janë të plota dhe të pranojë gjykimin e shkurtuar. Në këtë dosje rezultoi 23 pandehur, të cilët do të përballen me akuza të rënda të shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, korrupsioni pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, mashtrimi me pasoja të rënda dhe falsifikimi i dokumenteve. Erviz Berberi u arrestua me 14 mars 2024 pas hetimeve të SPAK-ut, i cili pretendon se ish-drejtori është i përfshirë në skena korruptive që lidhen me 8 tendera me vlerë rreth 5 milionë euro. Sipas prokurorisë, Berberi figuron si pronar i kompanisë DAM SHPK, e cila ka përfituar tendera gjatë periudhës kur ai mbante pozicione të larta drejtuese në Ministrinë e Infrastrukturës dhe më pas në ARSH. Në vijim, trupa gjykuese pritet të shqyrtojë si akuzat ashtu edhe kërkesat e të pandehurit për gjykim të shkurtuar, ndërsa procesi pritet të jetë një nga më të rëndësishmet në fushën e krimeve ekonomike dhe korrupsionit.